Është raportuar që derivuan ka pas takime, domethënë edhe me nismen edhe me deputetën Dudebale, pikërisht takimet me Dudebale duket edhe marrëveshja e zotit Kurti me të ka bërë që deputetët e tjerë nga komunitetet jo serbe të indinjohen edhe të bojkotojnë këtë votim. Të duket ata si komunitete kanë probleme me çështjen e pozicionimit tyne. Por të paktën publikisht disa prej tyre thanë se nuk e kanë këtë problem. Shembull zonja Rexhepi, Emilia Rexhepi tha se edhe pse nuk do të jetë më pjesë e ekzekutivit, ajo do ta votojë qeverinë, por nuk e pam në këtë 52-shin e votimit të rekomandimit të komisionit. Më thonë, afati për marrëveshjet, për zotin Kurti ka qenë bukur i gjatë. Më thonë, prej kohës kur ka darë rezultatet zgjedhore, zoti Kurti ka di se do të vi momenti kur ati duhen numrat. Që potencialisht ka pas mundësi me secilin me diskutu, që me u dakordu për mënyrën se si do të bëhet marrëveshja e koalicionit edhe si shkoj tutje. E sidomos pas caktimi datës së seancës nga presidentja u ditë sakt se dita ora kur ati duhen numrat në tavolinë për me ujtë mes me tutje. Po nëse shen nga një perspektiv tjetër, duket se zoti Kurti është ka lu një loj shahu me aktert tjerë të vegjël, partit të vegjël, me nismen, me deputet veç e veç nga komunitetet, nuk ka qëllim të themeloj institucione, dënë me lonë për shtypjen si është ka mundohet me bo, në këtë rafsh deputetet e minoriteteve, edhe nisma këtë razut i Limaj, më thonë, kanë hyrë në lojën e tina dhe tash edhe kanë probleme dhe me dalë prej ati cirku që është ka sillet. Sepse është e pa logjikshme me menu që kimi pas votat e mjaftueshme ti me themelu institucionet këtë rast vendin, kryetarin me zgjedh, pa një marrëveshje. Më thonë, dim që ndarjet e pozitave në qeveri vinë mas një marrëveshje koalicionit, si pas fuqisë politike. Asnjë veprim tillë e pam që zoti Kurti nuk e ka bën në të vërtetë. Domethënë ka qenë gjithçka një komunikim, një PR që e ka bën me publikun, po edhe sot sonca e Kovendit më shumë i ngjasonte një organizimit, një ankandi publik kur kush sa po jep më shumë për pozita caktume, mediat i nxorën mesazhet, komunikimet e shumë deputetëve që gjithçka u sill ka pozitës. Kishte edhe rreth asaj çështjes së listës serbe apo jo përfshirjes së mundësisë që disa deputetë ta votojnë në qeverinë. Është takimi me atë një deputet Adem Hoxha nga lista serbe. Në atë kohë ka lanë një sinjal që mund të ketë një marrëveshje që do të kamuflohet sikur jo me listën serbe, po me deputet individualisht nga që i takojnë në fakt të vinë nga lista serbe, po se kur do të aktivizohet aja kartë në mëngë zotit Kurti metet me e pa. Në fakt vetëvendosja e tha të kundërtën, i futi në një grup sot edhe opozitën dhe listën serbe, madje pati deklarata vazhdimisht gjatë ditës nga aktor kryesor të vetëvendosjes se opozita dhe lista serbe sipas tyre nuk po mund të ndahen e largohen nga njëri tjetri dhe prandaj po funksionojnë kështu për të bllokuar formimin e institucioneve. Diçka e zakonshme për lëvizjen vetëvendosje, çdo dështim të vetin tenton ta lidh me një diçka me listën serbe edhe me Serbinë. Do thotë një ligj që vetë kanë miratu, ligj për qeverinë, në këtë rast gjithë po të flisnin, zonja Haxhiu nuk do duhet të fliste, për shkak që si ministri i drejtësisë ato ligji është dashur me njoft mas miri që kërkohet dorëheqja para dhënies betime. Nxorën në fakt edhe një video të zotrit Thaqit që kishte votuar sa kishte qenë kryeministri në detyrë, apo konsideroni se ajo është situatë tjetër, meqense se s'ishte as ligji në fuqi dhe qeveria nuk e kishte përfunduar as mandatin atë kohë. Komplet lëvizja vetëvendosje ka një obsesion më marrë me zotin Thaqi. Ndoshta për shkak që asnjëherë do të arrijnë nivelin e rezultateve tina. Por të thirrë në diçka që nuk ka qenë rregulluar me ligj në atë kohë, që nuk është obliguar me ligj që është obligohet tash me ligjin që vetë qeveria Kurti e ka nxjerrë, do thotë është një tendencë për me mashtru publikun. Sepse jo gjithë qytetarët që e shohin atë videoat, prononcim të zonës Haxhiu, do ta dinë që në kohën kur zoti Thaqi ka bërë të njëjtën, nuk ka qenë obligim ligjor, s'ka qenë rregulluar ajo pjesë. Po përderisa është rregulluar me ligj, duhet të respektohet. Do thotë përndryshe ka shkelje ligjore. Po për çështjet detajesh nuk kish pas nevojë mu përplas ose mu akuzu dikush që pe i shërben
në këtë rast ose është në ndikimin sikur lista serbe, sikur partitë opozitare, mendoj që deklarime që i dhanë edhe Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike në prononcimet e tyre pas dështimit të seancës ishin shumë qarta. Nuk kishte kërkesa që nuk përmbushen, kërkesa e tyre vetëm ishin jepni dorëheqje, ejeni në kuvend edhe vazhdojmë konstituojmë kuvendin me kryetarë dhe nënkryetarë. Më thonë diçka që është shumë legjitime, edhe tendenca me marrë dika në shkeli kushtetuese për shkak të tekeve tua për interpretim caktuar sipas bindjes tone, qëllimi po dihet është blerja ku, është edhe një lloj tendence me i shantazhu deputet që deri në momentin e fundit se mund të shkojmë në zgjedhje me shpresën që dikush prej deputetëve do të lodhet, do të frigohet shkojnë në zgjedhje me mundësinë që nuk do të zgjidhet prapë, edhe do të merret vesh ose do të votoj do si do vetëm për mos ta humbur mandatin. Po është e padrejtë që zoti Kurti ta sjell kuvendin në këtë situatë, t'i vonoj krijimin e institucioneve me gjithçka që po ndodh brenda dhe rreth nesh.